Kryeministri në detyrë Albin Kurti është shprehur i sigurt se qeveria e re do të udhëhiqet nga ai dhe partia e tij vetëvendosje, që fitoi mbi 40% të votave në zgjedhjet e 9 shkurtit. Komentin e shkurtër Kurti e dha teksa po largohej nga aktiviteti për shënimin e 8 marsit. Pari rezultatet përfundimtare pas Për politikën dhe punën që ka bërë qeveria udhëhequr prej tij, Kurti foli edhe në aktivitetin për shënimin e ditës ndërkombëtare të gruas, ku prezantua rrjeti i grave në pozita vendimarrëse, në administratë publike dhe në institucione të pavarura. Ai u shpreh se gjatë mandatit të tij si kryeministër është rritur numri i grave të punësuara, derisa sipas tij pengesat për gratë në Kosovë më shumë janë kulturore sesa ligjore e politike. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Jonathan Hergris nënvizoi nevojën që të ketë avancim edhe më të madh të grave. Është bërë arritje kaq e madhe në Kosovë, veçanërisht kur bëhet fjalë për të drejtat e grave, fuqizimin, por edhe në mënyrë të veçantë agjencinë dhe dikasteret e ndryshme. Nuk bëhet fjalë vetëm për çështje të barazisë, por edhe të cilësisë në mënyrën e vendimarrjes dhe udhëheqjes së këtij vendi. Globalisht, siç e dimë, ne gratë vazhdojnë të mbesin të nënpërfaqësuara sipas Kombeve të Bashkuara anë kënd botës. Në këtë aktivitet mes tjerash u theksua nevoja për shtyrjen e politikave që promovojnë barazinë gjinore, pas u vlerësua se janë esenciale për zhvillimin dhe demokratizimin e shoqërisë kosovare.